Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit me shpëlotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Kurani famëlart është libri i Allahut xhaleshanhu, i shpallur profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ky i dërguar ka thënë: ka ardhur mëshirë dhe udhëzim për gjithë njerëzimin. Ai nuk është vetëm një tekst i shenjtë për të recituar ose për të mësuar vetëm se përmendesh, por është një udhëzues i përjetshëm për zemrën, për mendjen dhe për shpirtin e njeriut. Ndikimi i tij në zemrat e muslimanëve është i thellë dhe transformues. Ai është si një dritë qiellore që ndriçon zemrat e rrësuara dhe i kthen ato drejt rrugës së drejtë dhe drejt udhëzimit. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. O njerëz, ju ka ardhur këshill Kurani nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Ajeti 57 i surës Yunus. Kurani, të nderuar dëgjues dhe shikues, përveç faktit që është udhëzim, mëshirë, shërim për zemrat, ai është edhe shërim për plagët që mund të ketë zemra jonë. Është qetësi për një shpirt të trazuar dhe mbështetje për njeriu e dobët. Ato që e lexojnë Kuranin me sinqeritet dhe përqendrim, ndjejnë se zemra e tyre gjallërohet, mendja ndriçohet dhe shpirti i tyre pushon nga këto trazira. Imam Aliu a.s. ka thënë: Kurani është drita që nuk shuhet kurrë, është lundra e shpëtimit që nuk fundoset dhe është mjekimi që nuk ka sëmundje pas tij. Zemrat e muslimanëve janë si një tokë e thatë që pret shiun. Kurani zbret mbi to si mëshira e qiellit, duke i mbushur këto zemra të trazuara dhe të lodhura me gjallëri, ndjeshmëri dhe dashuri hynore. Një zemër që është në kontakt me Kuranin nuk mund të jetë kurrë boshe, sepse ajo rreh në harmoni me fjalën e Allahut xhaleshanhu. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: zemra që nuk ka Kuran është si shtëpia e rënuar. Të kemi kujdes që këto zemra të mos i shndrojmë në shtëpi të rënuara, por të jenë gjithmonë një baçe e gjallëruar, e lulëzuar, sepse mbi fjalën e Allahut xhaleshanhu nuk mund të ketë asgjë tjetër, dhe për të qenë të gjallëruar, të ndjeshëm dhe plot me dashuri hynore, le të lexojmë dhe të mësojmë nga Kurani famëlart. Të dashur vëllezër dhe motra, nuk do të mungonte kurrë që në emisionin të Nektarit të Gjumas
Pra, nuk do mungonte fjala e Allahut xhaleshanhu. Do doja të hapja emisionin me fjalën e Allahut xhaleshanhu pikërisht me 5 ajetet e para të surës Bekare. Le t'i ndjekim së bashku. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Elif Lam Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërofyes për të devotshmit, të cilat besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpallur ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në atë që është shpallur përpara teje dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit. Këto ishin pra dhe 5 ajetet e para të surës Bekare. Të dashur shikues dhe dëgjues, për ditën e sotme në programin e Nektarit të Xumas do të flasim rreth temës ndikimi i Kuranit në zemrat e besimtarëve musliman. Kurani famullar të tham nuk është vetë se libri i Allahut xhaleshanhu. Ai është shëruesi ynë, është udhëzuesi ynë, është mëshirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër dhe është dritë që nuk shuhet kurrë në rrugën e besimtarit. Zemrat që lexojnë Kur'an me dashuri e përullësi, gjejnë paqe që bota nuk mund të ta afrojë. Ai që ja hap zemrën Kur'anit, do të ndjejë sikur flet vetë Zoti me ta, sepse fjala e Allahut depërton thellë në shpirt dhe e riformon ato me dritë dhe besim. Ai që është i lidhur me Kur'anin, është i lidhur me vetë mëshirën hynore. Në këtë botë moderne ku jetojmë sot, ku stresi, ankthi dhe vetmia janë bërë pjesë e përditshme e kësaj shoqërie, Kurani mbetet i vetmi burim që qetëson këtë shpirt të trazuar. Shumë besimtarë dëshmojnë se me leximin e Kuranit ndjejnë një fuqi të padukshme që i ngren ato, një qetësi që i përfshin dhe një siguri që i mbështjell derisa fillojnë dhe lexojnë përsëri Kuranin famullar. Në fillim të çdo mëshire u shfaq fjala hynore, një zë që rrithte nga përjetësia e që prekte çdo zemër të thyer. Kurani, si drita e agimit pas natës më të errët, si shi që zbret mbi një zemër të etur, e ringjall çdo copë shprese. Ai është fjalë që s'vjetrohet, tingull që kur s'harrohet. Është mrekulli që flet në heshtje dhe heshtje që flet në thellësi. Në çdo ajet të tij frymon mëshira. Në çdo shkronjë rreh zemra e udhëzimit. Ai nuk është thjesht një libër, por është jetë, është dritë, është rrugë drejt Allahut të madhëruar. Dhe ai që i hap zemrën Kuranit, gjen aty veten, gjen paqen dhe gjen Allahun. Kurani famullar është drita qiellore që ndriçon zemrën, udhëzon mendjet dhe qetëson shpirtrat e besimtarëve. Ndikimi i tij në zemrat e muslimanëve është i thellë, i ndjeshëm dhe gjithëpërfshirës. Ai nuk është vetëm një libër i shenjtë për të recituar, por një udhërofyes i përjetshëm për çdo aspekt të jetës. Kurani shpesh përshkruhet si shifa, shërim. Ky shërim nuk është një shërim fizik, por është një shërim më së shumti shpirtëror. Ai shëron dhimbjet e zemrës, dëshpërimin, dyshimin dhe hutimin. Ai ndihmon në zbrazjen e shpirtit nga mendimet e kota dhe në mbushjen e tij me dritën e besimit. Imam Aliu a.s. ka thënë: Kurani është ilaçi për sëmundjet shpirtërore. Kërkojeni shërimin te ai dhe mos kërkoni shërim tjetër, sepse në të nuk ka humbje. Kurani ndriçon rrugën e muslimanit në çdo hap të jetës. Në kohë gëzimi ai të mëson falënderimin, në kohë sprove ai të mëson dhe të jep durim. Dhe kur njeriu humb rrugën, Kurani i jep udhëzim dhe drejtim njeriut. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, një nga pjesëtarët e familjes së profetit Muhammed, ka thënë: Kurani është beslidhja e Zotit me krijesat e tij. Prandaj, është e drejtë për çdo musliman
që ta shikoj këtë beslidhje çdo ditë dhe të lexoj nga ajo 50 ajete. Pra më e mira për besimtarin është që ta ringjall këtë beslidhje me Allahun, të lexoj në ditë 50 ajete nga libri i shenjtë qiellor nga Kurani familjarët. Leximi i këtij libri me përqendrim dhe përulësi ndikon thellësisht në shpirtin e njeriut. Ai zbut zemrat e forta dhe ngjall ndjenjat më të bukura të personit. Shpesh vetëm një ajet i lexuar me zemër të hapur mund të ndryshojë tërësisht jetën e një individi. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: zemrat ndryshken siç ndryshket hekuri. Dikush e pyeti: çfarë i pastron ato, o i dërguari i Allahut? Dhe profeti i përgjigjet: leximi i Kuranit dhe përmendja e vdekjes. Në vetminë e shpirtit, Kurani bëhet shok për njeriu. Në kohë pasigurie, ai është siguri. Në botën tjetër, ai do të jetë ndërmjetësues dhe mbrojtës për ata që e kanë mbajtur në zemër dhe në veprat e tyre. Për këtë Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush lexon Kuranin ndërsa është i ri dhe besimtar, Kurani përzihet me mishin dhe gjakun e tij, dhe Allahu e vendos atë me ëngjëjt e nderuar dhe të mirë. Zemra e muslimanit është si një kopsht i gjallëruar. Është i prirur që të pres atë shiun e mëshirës. Kurani familjarët, që është shiu që e ujit atë paçe, e zbukuron dhe e gjallëron edhe më shumë ata. Ai ndihmon në nxjerrjen e farave të devotshmërisë, të butësisë, mirësisë dhe besimit. Zemra që nuk kanë Kur'an është si shtëpia e rënuar, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kë do të zgjidhnit? Një zemër të rënuar që nuk bën as edhe një lloj dobie në këtë jetë, veç se zemërim, ankth dhe stres, apo një zemër si një kopsht i gjallëruar me devotshmëri, butësi, mirësi dhe besim të plotë tek Allahu xhaleshanhu, dhe të gjitha këto e formuar kjo zemër kaq e pastër dhe të lirë, veç se nga leximi i Kuranit familjarët. Unë për veten time të dytën do zgjidhja. Pra një zemër të butë, të pastër, të devotshme dhe plot me besim në Allahun xhaleshanhu. Sepse nëse zemra është në rregull, çdo organ tjetër në trupin ton është ashtu në rregull. Kurani nuk është vetëm për të recituar, por është për të kuptuar dhe medituar në fjalën e Allahut xhaleshanhu. Pikërisht për këtë arsye, Zoti në Kuran pyet: a nuk e meditojnë Kuranin? Është një thirrje nga ana e Allahut për thellim dhe për sjatje. Imam Aliu alayhis salam thot: lexoni Kuranin dhe përpiquni ta kuptoni atë. Mos jeni të painteresuar për të, sepse ai është fjala më e bukur e Allahut xhaleshanhu. Le të shohim së bashku disa shembuj se si kanë reaguar dhe njerëz të njohur në literaturat islame që në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Nuk keni për të arritur përkushtimin e vërtet derisa të ndani lëmosh nga ajo pasuri që e doni. Çfarëdo që të ndani, Allahu e di mirë atë. Ajeti 92 i surës Ali Imran. Ajetet e Kuranit të shenjtë ndikonin shumë shpejt në mendjet dhe zemrat e muslimanëve të parë. Ato, sapo dëgjonin një ajet të sapozbritur, e shfaqnin ndikimin e atij ajeti në sjelljet dhe në veprat e tyre. Po tregojmë si shembull atë çfarë lexojmë në librat e tefsirit dhe në historinë islame, rreth zbritjes së ajetit në fjalë. Ajeti 92 i surës Ali Imran dhe se si ka ndikuar tek jeta e besimtarëve. Ebu Talha ka qenë ndër ensarët e Medinës, që ka pasur hurma të shumta. Pasuria e tij më e dashur ka qenë palma e Berhas, të cilat kanë qenë përballë xhamisë. I dërguari i Allahut hante dhe pinte në këtë kopsht. Kur zbriti ajeti kuranor, nuk keni për të arritur përkushtimin e vërtet derisa të ndani lëmosh nga ajo pasuri që e doni, çfarëdo që të ndani, Allahu e di mirë atë. Ebu Talha i tha profetit: o i dërguari i Allahut, Allahu thot se nuk keni për të arritur devotshmërinë derisa të ndani atë që e doni më shumë nga pasuria juaj, dhe pasuria ime më e dashur është Birha.
atë do ta jap lëmosh për hir të Allahut, duke shpresuar që të jetë mirësi dhe thesar për mua tek Allahu i madhëruar. Merre o i dërguar dhe vendose atje ku do Allahu. Profeti i tha: Urime, ajo është fitim i madh për ty. Unë i dëgjova ato që the dhe kam mendimin që ta ndash dhe të afërmit e tu. Ebu Talha tha: Bëje o i dërguar i Allahut. Atëherë Ebu Talha u andau të afërmëve të vet dhe fëmijëve të xhaxhait të tij. Ky ishte shembulli i parë se si ajetat kuranore kanë ndikuar në veprimin, në pasurinë e besimtarëve musliman. Ebu Dharr el-Ghifari ftoi një mysafir në shtëpinë e tij dhe i tha: Unë jam i zënë me punë, por me që kam deve, shkoj më sill më të mirën prej tyre. Mysafiri shkoi e i solli një deve të dobët. Ebu Dharri i tha: Me këtë zgjedhje më ke tradhtuar mua. Mysafiri ju përgjigj: Unë e gjeta deven më të mirë mashkull, por kujtova ditën që ti ke nevojë për të dhe nuk e solla. Ebu Dharri i tha: Me të vërtet, dita kur unë do të kem nevojë për të, është dita kur do të vendosem në varr. Allahu i lartësuar thot: Nuk keni për të arritur përkushtimin e vërtet derisa të ndani nga ajo pasuri që ju e doni. Shembulli i tretë, kemi Zubejdetu, bashkëshortja e Harun Reshidit. Ka pasur një mushaf, pra Kur'an familjar, të shtrenjtë dhe kopertina e tij ishte e zbukuruar me xhivahiret më të shtrenjta. E dëshironte shumë këtë Kur'an, sa nuk e lëshonte nga dora dhe krenohej me ta. Një ditë lexoi fjalën e Allahut ku thotë: Nuk keni për të arritur përkushtimin e vërtet derisa të ndani lëmosh nga ajo pasuri që doni. Meditoi shumë rreth këtij ajeti. Dhe në ato momente, ky ajet e preku shumë dhe ju drejtua vetes dhe thot: Me të vërtet, nuk ka gjë tjetër më të dashur tek unë se sa ky Kur'an i zbukuruar me gur të çmuar. Do ta shpenzoj në rrugën e Allahut. I dërgoi këta gur të çmuar tek argjendari dhe me vlerën e tyre hapi puse uji dhe ndërtoi ujë mbledhës në shkretëtirën e Hijazit për të pirë ujë banorët e shkretëtirës dhe udhëtarët që do të kalojnë atë rrugë. Thuhet se këto puse janë akoma dhe njerëzit i quajnë me emrin e saj. Duhet të qetësohen hipokritët se çdo gjë që japin ose shpenzojnë në rrugën e Allahut nuk humbet dhe nuk shuhet kurrë. Allahu i lartësuar i nxit njerëzit që të japin lëmosh nga ajo që dëshirojnë më shumë në jetën e tyre, që të afrohen më shumë me Allahun xhaleshanhu. Pra ky ishte ndikimi më i madh i Kuranit në zemrat e muslimanëve. Sa do të duam diçka, nëse ne dëgjojmë dhe respektojmë dhe bindemi fjalës së Allahut xhaleshanhu, në atë rrugë duhet të ecim. Pra të bëjmë siç kishin bërë këto njerëz të njohur në literatura dhe në historinë islame, që në atë që e duam, ta japim për të dhënë një gjë më të mirë, sepse ashtu shpërblehemi edhe më shumë. Kurani, të mos harrojmë, është burimi i pashtershëm që vazhdimisht rrjedh jetë në shpirtin e besimtarit. Ai është udhëzues në këtë botë dhe ndihmës në botën tjetër. Ai ngushëllon të pikolluarin, forcon të dobtin, nderon të përulurin dhe shëron të plagosurin e zemrës. Të jetosh me Kuranin do të thotë të jetosh me Zotin e gjithësisë. Të mbash Kuranin në zemër është si të mbash në dritën e qiellit në kreharorin tënd. Kurani nuk ka ardhur për të mbetur në raftet e librarive, por për të rrahur bashkë me zemrën e çdo besimtari musliman. Imam Aliu në një nga ligjëratat e tij thotë: Kurani është shtylla më e fortë e Allahut. Ai është udhëzimi i qartë dhe ai është shërimi më i plotë. Ai që kapet pas tij shpëton dhe ai që e ndjek atë udhëzohet. Të dashur vëllezër dhe motra, do doja ta mbyllja emisionin e Nektarit të Xumas për ditën e sotme me një lutje ku t'i drejtohemi Allahut xhaleshanhu si më poshtë. O Zoti im, që zbardhe horizontet me dritën e Kuranit, ndriçoje zemrat tona me urtësinë tënde dhe bëje ato vend banim të fjalës tënde të shenjtë. Na bëj prej atyre që e lexojnë Kuranin me sy të lagur, që e kuptojnë me mendje të hapur dhe që e jetojnë me zemër të përulur. Na dhuro shoqërinë e Kuranit në vetmin tonë.
forcën e tij në dobësinë tonë dhe udhëzimin e tij në hutimin tonë. Bëju Kur'anin dritë të jetës sonë, shok në varrin tonë dhe ndërmjetësues në ditën e gjykimit. O Allah, mos na largo këtë mëshirë nga jeta jonë, por na bëj prej robërve të fjalës tënde, dashamirës të dritës tënde dhe na ringjall me atë që e kanë mbajtur Kur'anin në zemër dhe në veprat e tyre. Amin, o Zot i botëve. Kjo ishte edhe tema e ditës së sotme, tema e nektarit të xumas, duke uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahu xhaleshanhu, duke uruar sa më shumë adhurime të pranuara tek Allahu xhaleshanhu. Ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن محمد